në qoftë se njerëzit e ahengjeve kënaqen ahengjet e tyre, njerëzit e ibadetit kënaqen natën në sejdë në afërsi me Allahun e Madh te bareke ve teala. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhelle ve ala e madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në ruku dhe në sejdë bim. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala që ne i ka hap zemrat për sejdë. E falenderojmë Allahun xhelle ve ala për mirësitë e dukshme dhe ato të padukshme. Paqja dhe mëshira e Allahu xhelle ve ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe natën e kalonte në sejdë. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle ve ala qofshin të gjitha edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an: "Wasjud waqtarib", bën sejdë dhe afroju tek Allahu xhelle ve ala. Pra Allahu te bareke ve teala po na i bën me dije se vendi nëpërmjet të së cilit ne afrohemi tek Allahu xhelle xhelalu, për një njeri i cili vërtet dëshiron të afrohet tek Allahu, është sejdëja. Dhe wallahi billahi nuk ka vend ku robi është më afër Zotit të tij xhelle wala se sa sejdëja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a." Më afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë, andaj shtoni lutjet, shtoni kërkesa dhe përgjërimet para Allahu të Madh te bareke ve teala. Ej vallahu im, e që ndonjëherë ndodhen që të jesh larg babas edhe nënës dhe të merr malli për ata. Ej vallahu im, e që ndonjëherë ndodhen që të jesh larg fëmijëve, vajzave dhe djemve të tu dhe të merr malli për ata. Është e natyrshme që të na merr malli për dashamirët tonë të kësaj dunjaje, po nuk përmallohesh për Allahun xhelle xhelalu. Dije se vallahi billahi vendi më i afërt që ty je me Zotin tënd te bareke ve teala je në sejdë. Qohesh në një natë prej netëve, e lexon surën Fatiha, pastaj një sure, vjen pastaj robi në ruku, pastaj shkon në sejdë dhe pasi që thot subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, fillon që ti lutet Allahu xhelle ve ala me përkushtim, me përgjërim. Wallahi billahi vjen një moment që e kupton robi se aq afër është me Allahun xhelle ve ala, sa nuk ka mes atij dhe Allahu xhelle ve ala vetëm një perde, të cilën perde në qofse e hap Allahu do ta shohësh madhërinë dhe bukurinë e tij subhanahu wa ta'ala. O ju robër të Allahut, ja të hym në rrjetet sociale, do të shohim njerëz të cilët i kanë shijuar të gjitha të mirat e kësaj dunjaje. Mirë po në momentin e parë pasi që shiftojnë shahadetin la ilaha illallah dhe bin në sejdën e parë të cilën e shijojnë në jetën e tyre, të gjitha ta kanë thënë: "Wallahi i kemi shijuar të gjitha ahengjet dhe kënaqësitë e dunjas." Por ko ka ardhur momenti që të bim në sejdën e parë në jetën tonë, e kemi kuptuar se lumturia më e madhe është në afërsi me Allahun subhanahu wa taala. Sejdja, o ju vëllezërit e mi, është vendi të cilën në qoftë se ne e veprojmë atë shpeshherë, do të jemi edhe afër pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në xhennetet e larta, atje ku nuk zbukurohet xhenneti Allahu te bareke ve teala vetëm në momenti kur ta përqafojmë pejgamberin e Zotit alayhi salatu wassalam. Në një ditë prej ditëve, edhe një djalosh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte emrin Thauban dhe i tha: "Ja Rasulullah, es'aluka murafaqataka fil jannah." O i dërguari Allahut, e kërkoj shoqërinë me ty në xhennetet e Allahu xhelle xhelalu. Ja Allah, për kërkesën dhe ambicien e lartë të Thaubanit radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Aw ghayra dhalika ya Thauban, o Thauban, a dëshiron diçka tjetër?" Tha: "Ja Rasulullah, nuk dua diçka tjetër, pos që të jem afër me ty në xhennetet e Allahu xhelle wa ala." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Fa'in ala nafsika bi kathrati sujud." Atëherë Thauban ndihmoi vetes tënde me sa më shumë sejdë. Pra sejdja, o ju vëllezërit e mi, të afron me Allahun xhelle wa ala. Sejdja për Allahun të afron me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennetet, ditën kur do dalim para Allahu xhelle wa ala. Sejdja
O ju robër të Allahut, është vendi kur robi shfaqen sekretet me Allahun te bareke wa taala. Në qoftë se njerëzit e ahengjeve kënaqen ahengjet e tyre, njerëzit e ibadetit kënaqen natën në sejdë në afërsi me Allahun e madh te bareke wa taala. Atje kur robi ja shfaqen Allahu xhallahu ala të gjitha hallet dhe probleme që i ka në jetën e tij, i lutet Allahu xhallahu ala atje në sejdë duke i thënë ja Rabbi, unë jam i samur, ti je shëruesi, më shëro. Dhe ja nuk zbardhën agimi mëngjesi vetëm se vjen shërimi prej anës së Allahut azza wa jall. O Zoti im, unë kam disa borxhe dhe halle, të lutem i shpago. Dhe ja kur vjen përgjigje prej shtaçijeve prej anës së Allahu xhallahu ala, ja shpagon borxhet dhe ja largon hallet Zoti i madh xhelle xhelalu. E kem provu dhe e ke provu edhe ty, dhe po të them o vëllahu im provoje ma shpesh, sa herë që e ke një hall, një problem, një telash në jetën tënde, mos e troki derën e hoxhës, mos e troki derën e filanit dhe të alanit, por trokite derën e atij i cili është i larti dhe i urti te bareke wa taala, duke që në sejdë dhe duke thënë ja Allah, vetëm se do ta shohësh se si Allahu xhallahu ala i hap shtat dyert e qijeve dhe e pranon lutjen te bareke wa taala. O ju robër të Allahut, Jakubi alayhi salatu wassalam për 40 vite me radh e humbi djalin e tij Jusufin që e deshte shumë. Sa që edhe djemtë e tjerë, pra bitë e tjerë të Jakubit e kuptuan se sa babai i tyre Jakubi e don djalin e tij Jusufin alayhi salatu wassalam. Dhe aq shumë o ju vëllezërit e mi mbërziteshte për Jusufin, djalin e tij të dashur, sa që edhe prej lotëve dhe prej të qajturit edhe ju verbëruan syt. E pas 20 vite vëllezërit e mi, në një natë prej netëve, qohet Jakubi alayhi salatu wassalam në namaz dhe bie në sejdë, dhe ndër të tjera i lutet Allahu xhallahu ala dhe i thot ja Rabbi, ama tarham dha'fi, o Allah, a nuk ma mëshiron dobësinë time? O Allah, a nuk ma mëshiron pleqërinë time? Ja Rabbi, ama tarham faqri, o Allah, a nuk ma mëshiron fukarallëkun tim? Pa ja Rabbi, a nuk shohish, ja Rabbi, a je duke e pa se në çfarë gjendje jem? Me të vërtet jem bërzit shumë për Jusufin alayhi salatu wassalam. E ndë pa përfunduar lutja o vëllezërit e mi, kur ja një thirrës prej qielli thërret i shpallën Allahu xhallahu ala duke thënë ja Jakub, wa izzati wa jalali, law kana Yusufu mayyita la ahyaytuhu lak. Allahu xhallahu ala i shpalli Jakubi dhe i tha o Jakub, pa shamadhërinë dhe mbretërinë time, edhe po të ishte i vdekur Jusufi, do të ta kisha ngjall për ty. Dhe ja të nesër me në mëngjes o ju vëllezërit e mi, i erdhi përgëzimi Jakubit alayhi salam se djali i Jusufi është gjallë atje në Egjipt, bilesht edhe është bërë ministër i çështjeve të financave alayhimus salatu wassalam. Pra o ju vëllezërit e mi, ajo që ja largoi gjithat brengët të madhe Jakubit alayhi salatu wassalam është sejdëja. Andaj o ju robër të Allahut, mos nguroni që t'i bëni sejdë sa më shumë Allahu xhallahu ala, që ta afroheni tek Zoti juaj subhanahu wa taala me sejdë. Elus Allahu xhallahu ala që të na shton dijen dhe imanin, e të na jap kuptimin e Islamin, e të na bën për njerëzve të sejdës. Amin ya rabbal alamin. Thumma ma ba'd, e falenderojmë Allahun, salavatet dhe selamet janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahut, në ditën e gjykimit Allahu te bareke wa taala do thërë dhe do thot li yattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Le të shkon çdo popull dhe çdo umet, le ta ndjekën sot atë që e ka adhuruar në dunjë. Dhe ja adhuruesit e diellit do ta ndjekin diellin dhe do të gjuhen në zjarr të xhenemit. Dhe ja do të çohen adhuruesit e hënës që ta ndjekin hënën dhe do të gjuhen në zjarrin e xhenemit. Dhe ja do të çohen adhuruesit e kryqit që ta ndjekin kryqin dhe të gjuhen në zjarrin e xhenemit. Kur janë në tokën e mahsherit do të mbeten vetëm njerëzit që kanë dëshmuar shahadetin la ilaha illallah, pra njerëzit që e kanë adhuruar vetëm Allahun xhallahu ala. Dhe pastaj një thirrës pe qiellit do thoret e njerëz, po ju pse nuk ndiqni atë që e keni adhuruar? Atëherë të gjithë ata do të thonë po ne e kemi adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe ne presim Allahun xhallahu ala që të vijë me një urdhër dhe një gjykim. Atëherë Allahu xhallahu ala do t'i urdhëron të gjithë ata, thot bëni sejdë Zotit xhelle xhelalu. Do të shfaqen Allahu te bareke wa taala saqun, që është një pjesë e bukurisë së qenies së tij madhore, dhe do të fillojnë besimtarët që t'i bëjnë sejdë Allahu xhallahu ala në shenjë nënshtrimi dhe respektin ndaj Zotit xhallahu ala,
kur janë një pjesë e njerëzve nuk do të munden t'i bëjnë sejdë atij. Do t'ju bëhet shpina atyre si një pllakë e palëvizshme. Allahu xhallahu ala na tregon ju vëllezër në Kur'an se shkaku që ato njerëz nuk do t'i bëjnë sejdë Allahu në ahiret, se ata nuk i bën sejdë Allahu xhallahu ala në dunja. Thot Allahu xhallahu ala wa qad kanu yud'una ila as-sujudi wa hum salimun. Dhe ata u thirrën në dunja që t'i bëjnë sejdë Allahu xhallahu ala, por nuk i bën sejdë atij. O ju robër të Allahut, dijeni se pasha madhërinë e Allahut, sejdëja është veprimi i vetëm që do t'i ndihmon njerëzit në ditën e mahsherit të madh. 50.000 vite do të qëndrojmë para Allahu xhallahu ala. Do të shkojmë tek Ademi, do të shkojmë tek Musa, tek Isa, para asaj tek Ibrahimi dhe tek Nuhi, që të kërkojmë prej tyre, që ti luten Allahu xhallahu ala që ta bën llogarinë dhe të përfundojnë njerëzit kush për në xhennet dhe kush për në xhehenem. Por të gjitha ata do të thonë shkoni tek Muhamedi, sa ai është njeriu të cilit Allahu ja ka falë të gjitha mëkatet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do të vinë njerëzit në ditën e mahsherit tek unë. Në mesin e tyre jam unë, jo vëllezërit e mi dhe ju, dhe të kërkojmë pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti lutet Allahu xhallahu ala që ta bën llogarinë dhe të përfundojë njerëzit kush për në xhennet dhe kush për në xhehenem. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhe do të shkoj tek arshi Allahu dhe do të bëj sejdë. Do t'i lutem Allahu xhallahu ala me disa lutje dhe kërkesa të cilat nuk i di tash, derisa Allahu do thotë o Muhammed ngrite kokën, lutu se lutja të pranohet, ndërmjetëso se ndërmjetësimi do të jepet, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë o Allah shpëto më umetin tim. Pra ajo që dëshiroj ta tregoj vëllau është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë moment do të bën sejdë, se e dinte i dërguari Allahut se sejdja ju vëllezërit e mi është vendi më i afërt ku Allahu xhallahu ala i dëgjon dhe i pranon lutjet tona. Andaj o umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne jemi umeti i sejdës. Sejdja është veçoria e këtij umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shihni të tjerë se si falen në falltoret e tyre. As një popull dhe as një millet dhe as një umet nuk e ka sejdën. Ai është dhurata që ja ka falë Allahu umetit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllazën, vallahi billahi kët ball që ka rënë në sejdë para Allahu xhallahu ala nuk do ta djeg zjarri i xhehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me të vërtetë Allahu xhallahu ala i ka bë haram, ja ka bë haram zjarri të xhehenemit që ti prekën dhe ti djegën gjymtyrët e sejdës. Elusë Allahu xhallahu ala që të jemi prej tyre. Lusë Allahu na shton dinën dhe imanin, në kuptimin e Islamit, ja Rabbel Alamin. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja Rabbel Alamin. Na bëj për njerëzve të sejdës, ja Dhul Jalali wal Ikram. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, falna dhe mëshirona ne dhe prindërit tanë dhe prindërit e prindërve, ja Rabbel Ardhi was Sama. O Allah, të lutemi bëje kenar Islami dhe muslimanët, poshtë kufrin dhe shirkun, ja Dhul Jalali wal Ikram. O Allah, të lutemi, ja Rabbel Ardhi was Sama, në këtë hutbë të xumas, ja Rabbel Alamin, largo gajle dhe dertin dhe borxhet dhe fukarallokun dhe luftën që ju ka ra vëllezërve tonë në Gaza, ja Dhul Jalali wal Ikram. O Allah, pastroje dhe shtiroje xhamin ton të shenjtë Mesjidul Aqsa nga dora e sionistëve që fut ja Dhul Jalali wal Ikram. O Allah, të lutemi, ja Rabbel Alamin, e mundso që të arim atë ditë kur ne do të falim 2 rekat në Mesjidul Aqsa, ja Dhul Jalali wal Ikram. O Allah, të lutemi, ja Rabbel Alamin, na bëj për atyre që bëjnë sejdë vazhdimisht dhe ruku për hatët të fytyrës tënde, ja Rabbel Alamin.